Shkoi njëri dhe tha, më trego i dërguar pejgamberit madhit Allah, kur bëhet kiameti, kur shkatrohet kjo botë më. Ky univers më, kiameti kur bëhet, apokalipsi madh. Profeti alayhis salam e pa kështu, imagjinoni për nga dituria, imagjinoni për nga vlera, imagjinoni më nivelin që kishte. Tha, a det të laha, tha, leje më se kur është koha, po ti për këtë ditë shpregatite. Shënë si ka data, sekondi, nuk e din askush, as Muhamedi, as Gjibrili. Por, atë që na duhet gjithve është zvepra, të begatoft i madhi Zot pregatite për atë ditë. Dhe i mbeti, se shkoi me pyet edhe u fut në provim. Dhe profeti këtë tipte që mos s'kishte kohë më harxuas një sekond. Tha leje sekondin dhe minutin, tha çfarë pregatite ti nga mençuria islame, nga veprat e mira. Ai u mendu, tha, falem 5 herë, po shumë nuk shtoj nga falja. Tha agjiroj muj Ramazani, shumë nuk agjiroj mo gjatë vitit. Tha zekatin e jap, sadakas po jap shumë. Walakinni uhibbullaha wa rasul. Tha kam një cilësi të veçantë. Ajo ma knaj shpirtin dhe aty e kam mendjen. Tha ç'është ajo? Tha shumë e du të madhin Zot, shumë e du profetin e tij. Që është themeli i kuptimit dashuria, tha el mar'u ma man ahab, tha ai që don diçka, ma atë do jetë. Është fenomenale, kush e don madhin Zot, ma atë do jetë në xhennet. Kush e don këtë dynja, nuk e di ç'a do japi kjo. Vlla dhe motër, të begatoft i madhi Zot, thelloje dashurinë për krijuesin, ti kesh gjitha të mirat e kësaj bote. Thelloje dashurinë për krijuesin, ti kesh gjitha të mirat e botës tjetër. Thelloje dashurinë për krijuesin, ti kesh çdo begati të kësaj bote dhe të botës tjetër. Ti kesh gjitha të mirat, gjitha lumturinë dhe çdo begati që ka kriju i madhi Zot për njerëzin. Themeli është ta dush atë që dha jetën dhe atë që nuk peja si të mirë, vetë se e ke prej atij. Kjo në fakt, la'allekum tattaqun. Çfarë do thot në mënyrë që jeni të devotshëm, në mënyrë pra që ta doni Zotin dhe të hesni me mësimet e tij. Jo po eci me mësimet e filozofit, nuk çojnë kurkund. Po eci me mësimet e filanit, kurkund ajo njëri vet. Akoma në kulturën, në mentalitetin së shkultivuar të popullit ton, që nuk ka nder më të madh, nuk ka begati më të madhe, nuk ka pastërti më të madhe, nuk ka bukuri më të madhe, nuk ka ndershmëri më të madhe, nuk ka drejtësi më të madhe, nuk ka moral më të madh, se sa të ecesh me mësimet e atij që të ka kriju dhe don dhe është i mëshirshëm shumë. Po njerëzit mendojnë, hasha lillah, që me ecë me mësimet e të madhit Zot është barë. Të ecesh me mësimet e të madhit Zot, jetu ecë me mësimet e krijuesit madh këtij universi.